Mësuesi i artit në Korçë që u denoncua nga 2 vajza 14 vjeçare për ngacmim seksual rrezikon dënimin nga 3 deri në 7 vite burgim. Prokuroria ka përfunduar hetimet për ngjarjen e nëntorit të vitit 2024. Në atë kohë të miturat kërkuan ndihmën e psikologut për mesazhet që mësuesi i tyre u dërgonte në WhatsApp. Dhe mëtej ngjarja u denoncua në policinë e qytetit që veproi dhe me prangosjen e arsimtarit. Më pas prokuroria mori të dhëna nga telefonat e 2 vajzave ku ishin të ruajtura mesazhet ku mësuesi ngacmonte seksualisht. Në deklaratën e dërgimit të çështjes për gjykim thuhet se vajzat kanë deklaruar se komunikimet kishin karakter ngacmues, duke përfshirë kërkesa të papërshtatshme dhe cënim të dinjitetit të tyre. Prokuroria administroi prova të shumta përfshirë këshyrjen e aparateve celulare të miturave dhe të vetë pandehurit, ekspertiza teknike të bisedave si dhe deklarimet e vajzave të marra në prani të psikologëve dhe përfaqësuesve ligjor. Raportet e ekspertimit psikologjik treguan se ngjarja ka shkaktuar gjendje ankthi dhe stresi të theksuar te të miturat, duke imponuar nevojën për mbështetje të specializuar terapeutike. Një vit më parë, në gjykatë ku vlerësua masa e sigurisë, avokati i mësuesit shkoi më tej kur tha se klienti i tij konsumonte alkool dhe për këtë ishin në dieni përfaqësuesit e drejtorisë së arsimit.